derisa ta zëm dikush prej krerëve tanë politik, shkon edhe pikrisht njerëz që bojnë dome mas shumë të këtij vendi i fton në emën të një iftari, edhe u shtron iftar për disa interesa politike atje, AKI-ja nuk mundet me bë atë shumë punë. Shteti mbi gjitha, si do qoftë, duhej. Po, kush është shteti? Politikanët të lëvizshëm. Kush është shteti? Po janë po flas për strukturat që mbajnë themelet. Shteti është presidentja, është kryeministri, kryeparlamentari. Këta janë shteti. Të tjerët, për fat keq, edhe pse nuk do të duhej në shoqëritë demokratike kjo të ndodhë, i nënshtrohen komplet. Pse po them për fat keq, sepse në shoqëritë demokratike ka disa mekanizma të mbrojtës, edhe këtyre institucioneve që janë ma olt. Thot ligji e parashekton, unë do të veproj sipas ligjit, nuk du me një kush është kryeministri apo presidenti. Ligji e thot kështu. Po të na kjo s'po ndodh. Shtrirja e ndikimit të këtyre qarqeve është shumë e thellë. Unë kam dronë që në një moment caktuar mund të shpërthej keq mrena për mrena. Vetëm në shpresë kam. Çfarë lloj shpërthimi po flet? Thjesht marrjes nën kontroll të shtetit prej njerëzve që që mund prejardhje? Që kanë prejardhje të dyshimta dhe që mund me udhëheq shtetin pa i respektuar institucionet demokratike. Kjo është problem. Kjo është problem. Dhe paka shumë ka tentativa, por ma herët kur folëm për ata që po përkrahin Iranin e dikan, për fat mirë nuk janë shumicë. Për fat mirë nuk janë shumicë. Shumica e shqiptarëve janë të orientuar drejt, e kanë kuptuar drejt situatën dhe për ditën po e vrej se i përcjell këto gjëra, po shkon ty juve disu pjesa më e madhe e popullit që nuk duhet verbrisht me e mbështet secilin. As nuk do të verbrisht mësuesin, as këtë tjetër, jo. As hoxhën, as kryeministrin, as kërkan, sepse ata atje nuk janë për me u shërby na edhe na të jemi shërbëtorët për ulën, po ata janë shërbëtorë që do të na shërbejnë neve. Prandaj, në momentin që populli e sheh që ka shkarje, ka rshitje, ka gabime, do të reagoj populli. Për fat mirë, kjo ndjen kam përshtypjen që sado që ngadalë është duke u zgju, edhe në kuptimin politik, po edhe në kuptimin fetar.